Kështu që kom qenë i lumtur me një medale, ka ardhur medalja e dytë, në fakt kemi qenë shumë afër edhe medales tretë të Akilit, i cili ka qenë i jashtëzakonshëm, i shkëlqyshëm në këto lojra olimpike, edhe ka arrit deri në gjysmëfinale me 3 fitore të mëdha. Po mandej diçka u ndal, si duket fati sportiv, një ndër komponentat e rëndësishme të sportit. Nuk ishte me Akilin, diçka që ishte e kundërta me Laurën, cila përkundër që nuk e ka shfaq krejt potencialin e saj në Paris, është stolis me medale, në luftën për medale ka pas jashtëzakonisht fat, kështu që ajo që ka na e mori në rastin e Akilit, na e ktheu te Laura dhe ne tashmë i kemi 5 copa, 5 medale, cilat i kanë përmbush ata rradh olimpik që mu si trajner kogja shumë më ka përmbush, edhe pse nuk do të ndalem, do të vazhdoj tutje, por me i pas 5 medale olimpike si trajner në një shtet të vogël si Kosova është rezultat që besoj që çdo kush do t'ja kishte lakmi.